Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm e përfundojmë leximin e librit të numrave, do të lexojmë pjesë prej librit të numrave kapitujt 25 deri në 36. Leximin e tekstit do ta bëj Lindon Milici nga Doblibara në Kosovë, ndërsa katekezen Kondor Çeka nga Tirana. Nga libri i numrave, kapitulli 28, rreshta 16 deri 25. Kurse në muajin e parë të 14 ditë të muajit le të jenë pashket në nder të Zotit, e të 15 ditë e kremte, për 7 ditë ushqeuni me bukë të pabrume. Të parën ditë e tyre le të bëhet ubimi i shenjtë, këtë ditë mos bëni asnjë punë të rëndë. Kushtoni flinë e djegjes, flinë e shkumbimit në nder të Zotit, 2 me zetër, 1 dash dhe qengjave t'jak të patëmet. Si flibi more për çdo njerin, me të mirit mill të ngjeshur me vaj, 3 të dhjetat e efit për secilin me zat, 2 të dhjetat për dash dhe 1 të dhjetën e efit për secilin qengj, dhe me thënë për 7 qengjat, 1 cjap për flinë për mëkat që të kryet mbi uriti i zgjidhjes. Përmbi këto edhe flija mëngjesore për hershme, kështu bëni për çdo ditë gjatë 7 ditëve. Është bukë, flije djegur në këndshmërinë e Zotit, përveç pjesë për hershme të shkrumbimit dhe njomjes së saj. Edhe të 7-ën ditë le të jetë për ju ditë ubimi e shenjtë, atë ditë mos punoni asnjë punë të rëndë. Kjo pjesë që lexuam merret prej librit të numrave te kapitulli 28 pra, dhe është me karakter liturgjik, ka plot kalendare, ka si qëllim organizimin e liturgjive të festave. Jemi para hyrjes në tokën e premtuar, brenda tregimit të librit të numrave. Popullata që po i merr këto rregullore është gjenerata e dytë e Izraelit. Një pjesë e mirë e njerëzve ka vdekur tashmë në shkretir, janë bijtë e atyre që janë nis, të cilët po i marrin këto rregullore kalendaresh. Numrat kapitulli 27, 12 deri në 23 do ta shohim më poshtë, tregojnë se Josuehu bë pasar si Mojsiut. Numrat kapitulli 28 përcakton kalendarin e festave. Kjo është diçka e domosdoshme, sepse në tokën e premtuar ku do të hyjnë gjeneratat e reja, do t'i njohin këto rregullore të dhëna prej Zotit nëpërmjet Mojsiut. Kur të hyjnë në tokën e premtuar, populli do të jetë i gatshëm ta strukturojë në mënyrë të rregullt bashkëtesën midis tyre dhe me popullata tjera. Një prej fushave të rëndësishme ku strukturohet bashkëtesa pra, është pikrisht ushtrimi i kultit. Te kapitulli 28 kemi ofertat e përditshme që shpjegohen se si bëhen, quhen tamid, dhe ofertat e shabatit, ofertat e të shtunes, si edhe të ditës së parë të muajit, por këto nuk do t'i lexojmë, do të nisemi me shpjegimin e rregulloret për festën e Pashkëve që gjejmë te rreshti 16. Te rreshti 16 pra kemi shprehjen Pesach la Adonai, Pashkë të Zotit. Është shprehje që thjesht thekson festën e Pashkëve. Nuk ka qëllim të flas mbi atë që festohet, për shembull lirinë nga Egjipti, kalimin e detit, kalimin e shkretirës. Libri i numrave këtu thjesht dëshiron të shënoj festën e Pashkëve, festën si të tillë, atë që gjendet në kalendar, ditën e 14 të muajit Nisan, të muajit të parë të pranverës, është ajo ditë që festohet Pashkë. Origjina e fjalës Pesach e kemi thënë nuk është krejt e sigurt. Etimologjia tradicionale e lidh me rënien Pesach, kalim, shmangje, ndoshta pasqyron kalimin e engjullit shkatrues mbi shtëpitë e hebrejve të libri i Daljes kapitulli 12, rreshta 13, 23 dhe 27. Në çdo rast, etimologjia e fjalës Pesach është shumë e debatuar. Rreshti 17 flet për festën e bukës së pabrume, Chag Hamatzot, e kemi parë edhe përpara tek libri i Daljes. Pra të 15 ditë është Chag, fest. Janë 3 festa liturgjike kryesore të kohës së Pashkëve, sipas kalendarit hebraik. Është Pesach, Shavuot dhe Sukkot.
Për pesa kemi folur tashmë, pesa përkujton kalimin e detit, me pak fjalë edhe pse çështja e festimit të kësaj feste dhe të liturgjisë së saj dhe të domethënies shpirtërore është mjaft më e komplikuar se kaq, por gjithsesi mjafton të themi se për festë të Pashkve hebrejt festojnë kalimin e detit të kuq. Për festa tjera, Shavuot dhe Sukot, Shavuot është festa e javëve, ndërsa Sukot është festa e tendave, do të kemi rast të flasim në të ardhmen, sidomos kur të flasim për librin e ligjit të përtrirë. Libri i numrave, kapitulli 28, rreshti 17, thotë se gjatë festës së Pashkve, për 7 ditë ushqehuni me bukë të pabrume. Folja hebraike Jaakel, do më thënë le të hahet, për 7 ditë le të hahen bukë të pabrume, që tregon normë që do të respektohet për të gjithëve. Krejt bashkësia do të ushqehet me macot, me ushqim ritual të festës. Mungesa e tharmit në bukë është simbolike. Përkujton librin e Daljes, kapitulli 19, rreshti 39, që thotë kështu: Poqen brumin që e kishin marrë prej Egjiptit të pa brum dhe i poqen kuleç të pa brum. Në të vërtet spaten kohë ta mbrumin, sepse egjiptiant i shtrëngonin të dalin e nuk i linin të presin. As ushqimet që lypen për udhtim spaten kur t'i përgatisin. Pra, festën e Pashkve për 7 ditë me radhë, hebrejt han bukë pa tharm, pa brum, dhe e bëjnë për të përkujtuar atë moment kur u desh atyre të dalin me shpejtësi prej Egjiptit, sepse egjiptiant po vraponin pas tyre. Rreshtat 18-19 përshkruajnë ditën e parë. E para gjë që gjejmë në këtë javë të festimit të Pashkve është Mikra Kodesh, një kuvend i shenjtë, një takim i shenjtë. Krejt populli bashkohet për të biseduar, për të lutur. Është ndoshta hera e parë në Bibël që gjejmë një normë që parashet që populli e ka të detyruar të bashkohet për arsye të festimit të diçkaje liturgjike. Me këtë rast populli e ka të ndaluar të bëjë çfarëdo pune që të jetë shërbim, me lehet avoda. Fjala mal-akha, do më thënë punë ose veprim, ka të bëjnë me aktivitete prodhuese të njerëzit. Për shembull, tek Zanafilla kapitulli 2 rreshti 2 deri në 3, thuhet se të 7 ditë hyje kreu punën e vet që kishte bërë. Të 7 ditë pushoi nga çdo punë që kishte bërë. Hyje bekoi të 7 ditë dhe e shenjtëroi, sepse a ditë kishte pushuar për çdo pune që hyj kishte bërë duke krijuar. Zoti pra e kreu malakha të veten. Tek libri i Daljes kapitulli 20 rreshti 9 deri në 10 gjejmë urdhrimin e Zotit: 6 ditë puno, e kryej të gjitha punët tua, kurse 7 ditë është e shtunë e Zotit, hyjit tënd. Mos bëj kurfar punë ti, as biri yt, as bia jote, shërtori yt, as shërtorja jote, as kafsha jote, as i huaji që banon të ti. Fjala mamlakha pra ka kuptim të gjerë, ka sidomos kuptimin e një veprimtarie të karakterit profan, veprimtari që ka si qëllim të arrijë rezultate fitese. Edhe pse nuk është detyrimisht diçka e keqe, ditën e festës duhet pushuar. Ajo ditë i kushtohet Zotit. Kështu edhe koha bëhet e shenjtë, edhe koha që ndahet për Zotin shenjtrohet. Ka një dallim midis shabat dhe festave. Ditën e shtunë është ndaluar çdo punë, kol mamlakha, ndërsa festat ndalojnë kol me lehet avoda, çdo punë që të bën sklav. Për festa lejohen punët e nevojshme, si për shembull gatimi e gjëra të tilla që janë të domosdoshme për të festuar festen. Në shabat ndalimi është i plotë, nuk lejohet asnjë farë pune. Kjo ka edhe një domethënie shpirtërore të rëndësishme, se qëllimi i fitesave, puna për të fituar, mund ta bëjë njeriu sklav të veten. Njeriu mund të sklavizohet prej dëshirës për të fituar gjithnjë e më tepër. Ti themi tani këto 2-3 fjalë mbi domethënien teologjike të rregulloreve mbi liturgjinë e festave, që këtu vetëm përmendem disa shumë shkurtimisht dhe nuk i përmendem ofertat që jepen, ofertat e kafshëve dhe të drithave edhe për të kursyer kohë. Së pari, çështja e shenjtrimit të kohës është e rëndësishme. Koha vetë është e shenjtë, sepse është e krijuar prej Zotit dhe në të zbulohet vullneti i tij për njeriu. Sidomos në kohë njeriu kryen vepra
që janë në favor të shenjtërimit të tij. Nuk ka asnjë kohë që mund të mos konsiderohet e shenjtë. Përveç kësaj, Zoti ka shenjtruar posaçërisht disa kohë të caktuara, sidomos ato që shënojnë ndërhyrjen e tij aktive shpëtimtare në historinë e Izraelit. Oferta e rregullt e pandërprerë çdo ditë, shabat, çdo fest, është përkujtim i veprës së tij dhe përjetim aktiv i saj brenda vetë festës. Ne për shembull nuk i festojmë thjesht Pashkët, por i përkujtojmë ato. Kujtojmë veprën shëlbuese të Krishtit, të kryer me veprën e vdekjes dhe ringjalljes së tij, dhe duke e festuar si fest, e përjetojmë aktivisht atë në jetën tonë. Bëjmë edhe ne përvojën e kalimit nga vdekja në jetë. Përkujtimi i kalimit të detit është qendra kalendarit. Krej festat tjera varen prej saj. Të njëjtin koncept e ka edhe për ne festa Pashkëve. Krejt ciklet e kalendarit liturgjik katolik, që s'është rasti t'i shpjegojmë këtu, janë të përqendruara rreth festës së Pashkëve. Pajtimi me Zotin është kusht i festimit, kusht pra i përjetimit aktiv të veprës së Zotit. Kthimi, ndryshimi, kërkesa faljes edhe për mëkatet e panjohura bën të mundur shenjtrimin e kohës e të jetës, sepse mundson afrimin me Zotin. Së fundi këto festa duhen bërë vazhdimisht. Afrimi i Zotit nuk është asnjëherë punë e kryer një herë për gjithmonë, por kërkon angazhim të vazhdueshëm. Çdo mëngjes, çdo mbrëmje, çdo javë, çdo muaj, çdo vit, secila ditë e ka lutjen e vet. Kështu shenjtrohet koha, me lutjen e përditshme dhe të organizuar brenda bashkësisë. Jezusi na ka mësuar se duhet të lutemi natë e ditë, pa u nal asnjëherë. Kështu thot ai tek Ungjilli Luks, kapitulli 18, rreshti i parë. Edhe Shën Pali shkruan te letra e parë e Salonikasve, kapitulli 5, rreshtat 14 deri në 18. Po lexojmë. Ju nxisim vëllezër, ti qortoni ata që nuk jetojnë në rregull, jepuni zemër frikacakëve, ndihmojini të ligshtit, jeni bujar me të gjithë. Kini mendjen që askush të mos ja kthej askujt të keqen me të keqe, por gjithmonë bëni të përparoj e mira ndër ju dhe kundrejt gjithkujt. Gëzohuni gjithmonë, lutuni pa pushim, për gjithçka falenderoni, sepse në lidhje me ju, ky është vullneti i hyjit në Jezu Krishtin. Nga libri i numrave, kapitulli 32, rreshta 6 deri 15. Mojsiu përgjigj: si vëllezërit tuaj do të shkojnë në luftë e ju do të rrini këtu? Pse doni tua mushni mendjen bijve të Izraelit, të mos kenë guxim të kalojnë në tokën që Zoti ka në mend t'ua jap? Pa nuk vepruan kështu edhe etrit tuaj, kur nis afrikandes Barnes për të bërë vrojtimin mbi vendin. Ata kur arritën në Helskol, e pasi shqyrtuan vendin, u aprishën zemrën bijve të Izraelit, që të mos hyjnë në tokën që Zoti ja kishte dhënë. E Zoti i hidhëruar tha: këta njerëz që dolën prej Egjiptit, 20 vjeç e përpjet, nuk do ta shohin tokën që me përbetim ua kam premtuar Abrahamit, Izakut e Jakobit, sepse nuk e deshën të më ndjekin mua, përveç Kalebit, birit të Jofoneut, Cenezeut e Jozuheut, birit të Nunit. Vetëm këta e ndoqën hyin. Zoti atëherë i hidhëruar kundër Izraelit, e solli andej këndej në përshkret e tir për 40 vjet, deri të mbaron të mbar ajo brezni që më katoi para syve të tij. Dhe ja shtoi, ju ngritët në vend të etërve tuaj, pjell njerëzish mëkatar, që ta shtoni filkrimin e hidhërimit të Zotit kundër Izraelit. Nëse nuk doni ta ndiqni atë, do ta bëj përsëri këtë popull të endët në përshkret e tir, dhe ju do të bëheni shkaku i sharrimit të të gjithëve. Libri i Numrave, kapitulli 32, shfaq për herë të parë mund të themi një ves kolektiv. Gjejmë ndonjë fesu ose familje që interesohet për vete dhe nuk ka merak për fatin e tjerëve. Është mendimi sipas të cilit grupi interesohet që vetë ta ketë mirë, pa mendu as pak a e kanë mirë apo jo tjerët. Në Bibël deri këtu kemi parë gjeste egoizmi personal, mund të themi, persona që kanë grabitur bekimin e babës në kurriz të vllallë, persona që nuk janë kujdes për të dobtit, për të vejat,
Mjafton të kujtojmë tregimin e Judës dhe Tamares. Vëllezërit kanë shitur vllahën e vet me të voglin, e dini tregimin që e kemi shpjeguar të Jozefit me vëllezërit e tij. Rastet e tilla kemi boll, por që një kolektiv, një grup i madh njerëzish, antarë të popullit të Zotit, të mendoj veten për vete. E këtë për mendimin tim e gjejmë për herë të parë në kapitullin 32 të librit të Numrave. Me fjalë teknike gjejmë këtu një tension midis interesave të fisit dhe solidaritetit kombëtar, interesave individuale dhe detyrimit për kolektivin. Konteksti i bisedës është ky: pas mposhtjes së Madianit, bijtë e Rubenit dhe bijtë e Gadit, dy prej fiseve që kishin shumuar bagti gjatë udhëtimit të gjatë në peshkretir, kishin shumuar shumë bagti, erdhën te Mojsiu, Eleazari dhe udhëheqësit tjerë të Izraelit me kërkesën që tokat e Jazerit dhe të Galaadit, që ishin përtej Jordanit, t'u jepen atyre në pronësi, kështu thon rreshtat 1-5, u lakmuan atyre tokave, sepse ishin të pasura për rritjen e bagtive. Por kjo kërkesë e kishte një problem. Ata kërkuan të rrinë matan Jordanit, kërkuan mos të hyjnë në tokën e premtuar. Është kërkesë absurde, sepse këto dy fise, Rubeni dhe Gadi, po e dëmtojnë udhëtimin kaq të gjatë dhe me sakrifica. Ata ishin nisur në rrugë për të hyrë në tokën e premtuar dhe në moment të fundit vendosin të mos hyjnë për arsye të disa kullosave. Të themi të vërtetën, ata nuk vendosen të mos hyjnë, bëjnë kërkesën Mojsiut që t'i lejoj të mos hyjë në tokën e premtuar. Tek rreshtat që lexuam gjejmë përgjigjen e Mojsiut. Rreshtat 6-15 të kapitullit 32. Këtë do ta komentojmë. Ai u kujton mëkatin që populli kishte bërë në Kadesh, që e kemi parë tek libri Numrave te kapitulli 14, kur ishin mërzitur me manen. U thot se kërkesa e tyre ishte mëkat i rrezikshëm, pikërisht sikurse ai në Kadesh Barnes, kur populli kishte thënë se ai ushqim ishte i neveritshëm. Argumentet kryesore të Mojsiut janë dy. I pari është ky: si, u thot ai te rreshti 6, vëllezërit tuaj do të shkojnë në luftë e ju do të rrini këtu. Ju do të rrini në komoditetin tuaj në Transjordani, pra, e vëllezërit tuaj të luftojnë. Dhe argumenti i dytë është historik. Ai i pyet: a mbani mend si u zemrua hyje në Kadesh dhe na dënoi me udhtimin 40 vjeçar në shkretir, doni me ballë jo të njëjtin mëkat? Ty pas parasysh të qenë të vetëdijshëm për hidhrimin e Zotit në Kadesh Barnea? Pra, të nisim prej pyetjes së parë. Vëllezërit tuaj do të shkojnë në luftë e ju do të rini këtu? Fjala e parë që thekson Mojsiu pra është fjala fjala vëlla. Ai e tërheq vëmendjen te fjala ahechem, vëllezërit tuaj. Okej se nuk i bekenisni tokat e tokës së premtuar, por për vëllezër duhet të keni kujdes. Për ta duhet të interesoheni. Mund të ketë justifikim braktisja e mallit, e materialeve, por vllau nuk harrohet, nuk braktiset. Ai mund të ketë nevojë për ty. Brenda kontekstit e librit të Numrave, vllau është ai që i përket antarëve të popullit tënd dhe ti ke përgjegjësi për të. Nga ana logjike, Mojsiu thekson këtu një kundërshtim. Nuk është e drejtë që ata të shkojnë në luftë e ju të rini këtu. Ju të jeni pasiv, injorues, egoista. Te rreshti 7, Mojsiu shprehet kështu: pse e doni t'u amushni mendjen bijve të Izraelit të mos kenë guxim të kalojnë në tokën që Zoti e ka në mend t'ju jap? Këtu Mojsiu shpreh një preokupim serioz, i cili lind prej kësaj kërkese të hapur të bijve të Rubenit dhe bijve të Gadit. Këta dy fise me këtë kërkesë po jepnin shembull të keq fiseve tjera, edhe ato mund të humbin kurajon dhe dëshirën të hyjnë në tokën e premtuar. Edhe fiset tjera teorikisht mund të gjeni një pretekst që të rrinë në Transjordani, që të mos e trashëgojnë as pak tokën e premtuar. Theksi i Mojsiut këtu pra ishte një barazie midis fiseve e rregullave që janë të barabarta për të gjithë. Në përkthimin shqip gjejmë shprehjen me u ambush mendjen bijve të Izraelit, por në hebraisht Bibla flet për lev bëne Izrael, për zemrën e bijve të Izraelit. Me fjalën zemër përshkruhet
jo vetëm ndjenja e popullit, por mbi gjitha vullneti i tij, vendosmëria e tij. Tani vendosmëria këtu referohet edhe disa premtimeve që populli kishte dhënë ka herë se do ta mbante beslidhjen. Mbajtja e beslidhjes është e lidhur ngushtë me besnikërinë ndaj Zotit, i cili i ka premtuar Abrahamit tokën dhe trashëgiminë e madhe. Refuzimi i tokës është refuzimi i bekimit, refuzimi i beslidhjes është mëkat i madh. Shembulli i keq që Rubeni dhe Gadi mund të japin është që edhe fiset tjerë pra të ndryshojnë mendim dhe të refuzojnë beslidhjen, të refuzojnë premtimet që ja ka dhënë Zoti. Tek rreshta 8 dhe 9 Mojsiu e krahason kërkesën, siç kemi thënë, me episodin e Kadesh Barnea. Thot, po a nuk vepruan kështu edhe etrit tuaj, kur u nisa prej Kadesh Barnes për të bërë vrojtimin mbi vendin? 12 deleguarit e Mojsiut, me siguri e kujtoni, atje thuhet se i ka dërguar Zoti, por në rregull, ata kur arritën në Neheleskol e pasi e shqyrtuan vendin, u aprishën zemrën bijve të Izraelit që të mos hyjnë në tokën që Zoti ua kishte dhënë. Pra, këtë lexojmë tek kapitulli 14 rreshti 9. Në hebraisht është Nahal Eshkol, e quhet lugina e rrushit, kjo Neheleskol që e lexuam te rreshti 9. Është vendi ku kishin gjetur vilën e madhe të rrushit, pra tokën shumë pjellore. Megjithatë, kur kthyen, shprehen frikë dhe shkaktuan kështu frikë në mbar shoqërinë e Izraelit, shkaktuan një frikë kolektive, pra preken zemrën e bijve të Izraelit. Kjo hidhroi Zotin shumë, ai pra reagojnë pas mungesës së besnikërisë. Kujton Mojsiu se si Zoti u betua, dha një betim, gjë që thekson se ai e ka marrë vendimin dhe se vendimi i tij nuk ndryshon. Kur Zoti betohet, për shembull thot Amosi, profet, kapitulli 6, rreshti 8, me kokë të vet u përbej Zoti hyj, ishte fjala e Zotit hyj të ushtrive, e urrej krenarinë e Jakobit, i urrej pallatet e tija, dhe t'i dorëzoi qytetin me çka ka. Kjo është një vendim i marrën, i cili vendim nuk do të ndryshojë. Edhe letra Hebrejve kapitulli 6, rreshti 13, thot kështu: Dhe një mend kur hyi jepte Abrahamit premtimin, pasi nuk ishte se me këmë të madh të përbetohej, ju përbetua me vetveten. Kur Zoti betohet në shkrimin shenjtë, ai zbulon karakterin e vet të pathyeshëm, të qëndrueshëm. Për diçka që Zoti betohet në fjalorin biblik, është e pamundur të ndryshohet mendja. Kështu Mojsiu i qorton këto dy fise, u thot se kur Zoti premtohet, është e kot t'i lutemi atij, sepse ai nuk e ndryshon mendimin, nuk e ndryshon vendimin. Prandaj ne nuk do ta bëjmë këtë gabim. Është propozimi i Mojsiut pra për këto dy fise që detyrimisht të hyjnë edhe ata në tokën e premtuar. Pasi që Mojsiu u kujtoi disa historinë nga ngjarja pra e Kadesh Barnea, me dënimin e madh të Zotit që të ecin 40 vite në peshkretir, ku ndër tjera tregon se Kalebi ishte një i fisit të huaj, fis i adoptuar për judes, por që qëndroi besnik. Kjo tregon se Zoti vlerëson besnikrinë e kujdo, jo vetëm të Izraelit. Pra mani men se Kalebi dhe Jozuehu ata ishin kundër refuzimit të hyrjes në tokën e premtuar, por sikur se kujtoni, ishin në pakicë. Kështu pra gjejmë hapjen e Izraelit ndaj dikujt sikur se Kalebi, ndaj një të huaji, ndaj një populli tjetër. Do të flasim për këtë çështje kur flasim për librin e Rutës, për librin e Jobit. Kështu, tek rreshti 14 ajo flet këtyre dy fiseve dhe i quan anashim Khataim, njerëz mëkatar, fise mëkatare, brezni mëkatare. Ju u ngritet në vend të etërve tuaj, fjalë për fjalë, u thot kështu. Në vend që brezi i ri të mësoj prej gabimeve të prindve, prej gabimeve të etërve, ai i përsërit ato, i shton zemrimet e Zotit karshi tij. Pra, Mojsiu kërcënon këto dy fise, duke u thënë se vendimi që kishin marrë, se kërkesa që kishin bërë, ishte një mëkat shumë i madh, i ngjashëm me mëkatin e prindve të tyre dhe se prej atij mëkat nuk kishin mësuar asgjë. Te rreshti 15, Mojsiu thekson duke thënë: Nëse nuk do të doni ta ndiqni atë,
do ta bëj përsëri këtë popull të endet në përshkretir, dhe ju do të bëheni shkaku i sharrimit e të gjithëve. Kjo është formula kryesore e apostazisë, nëse largoheni prej tij. Mojsiu u jep kujrajo të besojnë, se përndryshe pasojat do të jenë të sigurta. Janë në pragun e mëkatit. Mëkatin e kanë pas dere, sikur se thot zbulesa e Gjonit. Është momenti i fundit kur ata mund ta shpëtojnë vetveten dhe përpasoj edhe vëllezërit e vet. Rubeni dhe Gadi përfundimisht e dëgjuan Mojsiun pas traktativave të gjata dhe të vështira, por ne të kthejmë nga ana teologjike. Nga ana teologjike, pra, çfarë mësojmë? E para, se mëkati dhe besnikëria trashëgohen. Dhe e dyta, etrit mëkatar edukojnë fëmijët të jenë mëkatar. Etrit besnik rrisin fëmijë besnik. Fakti se babai mëkatnon nuk do të thotë se ky mëkat trashëgohet te fëmijët, që do ta shohim me qartësi, sidomos kur të studiojmë librin e Jeremis profet. Por duam të themi një gjë tjetër, se etrit mëkatar mund të japin shembull të keq fëmijëve dhe ata të ndjekin shembujt mëkatar të prindve të tyre. Nga ana tjetër, besnikëria e individit mund të thyej këtë model të trashëgimisë. Kalebi dhe Jozuehu janë modelet e kundërta. Brezi i ri që nuk riprodhoi rebelimin e etërve, por eci pas Zotit. Mile achare Adonai. Shpresa është e bukur. Rubeni dhe Gadi mund të zgjedhin rrugën e Kalebit dhe të Jozuehut. Porosia e Mojsiut pra ishte, edhe pse jo eksplicite, implicite po, bëni edhe ju ashtu sikur se bëni Kalebi dhe Jozuehu. Së fundi mund ta përfundojmë këtë pjesë duke përkujtuar një thënie latine shumë të njohur: historia magjistra vitae. Historia është mësuese e jetës. Mojsiu nuk predikon në mënyrë abstrakte, nuk flet për teologji të mësuar në shkollë, ai rikujton ngjarje konkrete historike. Historia ndihmon për të kuptuar të tanishmen, por historia në shumë raste shtjellon edhe vullnetin e Zotit. Kjo është një temë mjaft komplekse, patjetër, nuk mjafton ta themi kështu se historia zbulon vullnetin e Zotit, por me siguri do të kthejmë në këtë çështje, në çështjen e mënyrave që njeriu dhe rrugëve që njeriu duhet të ndjek për ta zbuluar vullnetin e Zotit. Një prej këtyre mënyrave është padyshim edhe historia retrospektiva, ku njeriu ndalet dhe shikon të kaluarën dhe prej saj mëson, lexon në histori diçka të shenjtë, një histori të shenjtë. Kjo histori e shenjtë zbulon vullnetin e Zotit. Nga libri i Numrave, kapitulli 33, rreshtat 50 deri 56. Këtu në fushat e Moabit, Zoti foli me Mojsiun. Urdhëroi bijve të Izraelit e thuaju: kur ta keni kaluar Jordanin e të keni hyrë në dheun Kanan, dëponi para jush të gjithë banorët e vendit, prishni të gjitha figurat e tyre, cuftoni të gjitha truporët e tyre dhe rënoni të gjitha lartësitë e kultit e tyre. Trashëgoni tokën dhe banoni në të, sepse u adhurova atë për pronë. Ju ndajni ndërmjet fisëve tuaja, fisit më të madh i jepni një pjesë më të madhe, e fisit më të vogël një pjesë më të vogël. Secili ku t'i bjerë shorti, ata edhe ta marrë për trashëgim. Prona le të ndahet sipas fisëve të parëve. Por nëse nuk do t'i dëboni banorët e vendit, atëherë ata që do të mbeten ndër ju, do të jenë ferr për sytë tuaj dhe thomba për hijet tuaja, dhe do t'ju bien ngusht në vendin e banimit tuaj, dhe gjithçka ka menduar t'ua bëj atyre, do t'ua bëj juve. Të pjesa më pashme pra mësuam një leksion të jashtëzakonshëm mbi egoizmin, sa i keq është ai, sa i papranueshëm. Mësuam se si vëllezërit duhet të mendojnë për vëllezërit e vet. Nuk do të harrojnë vëllezërit e vet, nuk do të mendojnë vetëm për veten, por do të mendojnë edhe për tjerë. Te pjesa që po komentojmë tani, do të bëjmë një leksion tjetër, një leksion mbi fen. Do ta shohim se sa gabim është të mos i marrim seriozisht fjalët e Zotit dhe të mos kemi besim të mjaftueshëm në to.
Një prej temave më të debatuara të historisë që tregon Tora është arsyeja pse Mojsiu nuk do të hyjë në tokën e premtuar. Siç do ta shohim kur lexojmë librin e ligjit të përtrirë, leximin e të cilit fillojmë në takimin e ardhshëm, lexo Biblën me ne. Por me që jemi tek libri numrave dhe arsyet kryesore ndodhen këtu, do t'i themi disa fjalë mbi këtë çështje në takimin e sotshëm. Tek Numrat kapitulli 20 lexohet se Izraeli duke udhëtuar arriti në shkretiren Sin, në një lokalitet të kësaj shkretire që quhet Kadesh, pra Kadesh Barnea, që e kemi përmendur edhe sot në takimin e sotshëm. Në mungesë të ujit, njerëzit filluan të ankohen. Pasi nuk kishte ujë, thot rreshti 2 i këtij kapitulli 20, pasi nuk kishte ujë për popull, u bashkuan kundër Mojsiut e Aronit. E nisën të grinden me Mojsiun e Aronin e thanë, o si kur të kishin baruar ndërmjet vëllezërve tanë në praninë e Zotit. Përse e nxort bashkësinë e Zotit e prut në shkretir që të vdesim ne dhe baktit tona? Bën edhe do ankesa tjera. Rreshti 5. Përse na bëhet ta lëm Egjiptin e na sodhet në këtë vend të keq që nuk mund të mbillet, ku nuk ka as feqa, as vreshta, as shega, ku madje nuk ka as ujë për të pirë. Ishin mësuar një fije keq në Egjipt, e dinin se në tokën e premtuar ka fiq e rrush, sepse emisarët e Mojsiut e kemi parë. I kishin sjell prej atje, por nuk ishin qëndrueshmëri këta njerëz. U dorëzuan gjatë rrugës, filluan të mërziten prap si u mërziten në kapitullin 14, se ushqimi, mana që po hanin, thuhet atje, ishte e neveritshme për ta. Zoti i tha Mojsiut, merre shkopin ti e Aroni vllai yt dhe bashkoni popullin, folini shkëmbit në sytë e tij dhe ai do t'u jap ujë. Zoti u thot pra Mojsiut dhe Aronit ta marrin shkopin dhe shkëmbit t'i flasin, t'i urdhëroj. Arsyeja pse Zoti i thot Mojsiut ta marrë shkopin mund t'jetë edhe një provë që jep atij, por Zoti nuk i thot Mojsiut ta përdorë shkopin, i thot ta marrë shkopin. Shkëmbit ai duhet t'i urdhëroj. Por Mojsiu pati një moment mosdëgjese, një moment mosbesimi. Thot tregimi se Mojsiu e mori shkopin që ishte në praninë e Zotit, si i urdhroi Zoti, atëherë të rreshti 10, Mojsiu e Aroni e bashkuan popullin para shkëmbit e Mojsiu tha, dëgjoni, o krye kthyer, a thua prej shkëmbit do t'ju nxjerrim ujë? Ishte pra moment dyshimi për Mojsiun, ishte ndoshta edhe rast mërzie. A i ra shkëmbit me shkop dhe doli uji, por ky moment dyshimi nuk i pëlqeu Zotit. Zoti i kishte kërkuar besim me shumë, kësaj here me urdhru shkëmbit, jo me ra me shkop, se ishte mësu të bëj herëve tjera të përdor shkopin për të bërë mrekulli. Kësaj herë mrekullia Zotit do të vinte prej fjalëve të Mojsiut. Zoti kërkonte prej Mojsiut një rritje në fe, që Mojsiu nuk e arriti. Atëherë thot rreshti 12, Zoti i tha Mojsiut e Aronit, pasi nuk më besuat mua, që ta bëni të ndriçoj shenjtëria ime ndër sytë të bijve të Izraelit, ja pra, ju nuk do ta shtini këtë popull në tokën që do t'ju urdhroj. Këto janë ujrat e Meribes, ku Izraelitët u grinden me Zotin dhe ku ai u dyftua i shenjtë, thot rreshti 13. Kështu Zoti vendosi, ju nuk do ta shtini këtë popull në tokën që do t'ju urdhroj. Tek ligji i përtrirë, kapitulli 1 rreshti 37, Mojsiu do të thoj, për shkak tuaj Zoti u hedhrua edhe me mua e më tha, as ti nuk do të hysh atje. Tek ligji i përtrirë kapitulli 3, rreshta 25-26, Mojsiu ishte munduar t'ia ndrojë Zotit mendjen. Ishte lutur, thot ai, te rreshti 25, me lejo të kaloj matan Jordanit, e ta shoh këtë tokë të mirë, këtë krahin të mrekullueshme malore dhe Libanin, por kot sepse Zoti kishte vendosur, thot Mojsiu se, rreshti 26, Zoti u hidhrua me mua për shkakun tuaj, nuk ma dëgjoj lutjen, por me tha, lëre, as mos fol më për këtë gjë me mua. Tek libri Numrave, kapitulli 33, 15-56 që lexuam, gjem një fjalim të Zotit që duam ta shpjegojmë shkurtimisht, si përfundim të paraqitjes së librit të Numrave. Këtu në fushat e Moabit, Zoti foli me Mojsiun. Pra kanë arritur në Moab dhe nga ana gjeografike kanë arritur krejt në kufit e tokës së premtuar. Janë porositë e fundit përgatitore për popullin para se të kalojë lumin Jordan.
Është hera fundit që Zoti flet me Mojsiun, është vendi i fundit, kur të kaloj Jordanin, udhëhecinë e popullit, do ta marrë Jozuehu, biri i Nunit. Tek Numrat kapitulli 27 rreshti 16, lexojmë disa fjalë që Mojsiu ja drejton Zotit në favor të popullit, pasi që e kuptoi se i kishte humbur të gjitha shpresat me hyrje në tokën e premtuar. Ai thot Zotit: Zoti, hyj që jep frymen secilës krijesë, rreshti 16. Le ta gjej njeriun që t'jetë në krye të kësaj bashkësie. Të mund t'i prijë në të dalë e në të hyrë, ta lshoj e ta kthej, që populli i Zotit mos jetë si delet pa bari. Këto fjalë të Mojsiut na kujtojnë Ungjillin e Mateut kapitulli 9 rreshtin 36, edhe Markun rreshtin 6 rreshtin 34, kur Jezusi shikon popullin disi të humbur dhe i dhimbet, sepse thot janë si delet pa bari, të ngjashëm me popullin në shkretir që Mojsiu e ka parasysh. Atëherë Zoti vendos të caktoj Jozuehun, thot rreshti 18, merë Jozuehun birin e Nunit, është burr me shpirt, vere mbi të dorën tënde. Sille para Eleazarit prift dhe para mbar bashkësisë, dhe në sytë të tyre dorëzoja pushtetin, dhe bëje pjesëtar të madhërisë sate, që t'i vihet në urdhër mbar bashkësia e bijve të Izraelit. Cilat janë porositë që Zoti jep këtu? Fjala e parë që gjejmë është kur ta keni kaluar Jordanin dhe të keni hyrë në dhomë Kanaan, rreshti 51. Kur populli të shkojë atje, do t'i zbatojë disa ligje konkrete. Toka e Kanaanit në Bibël është toka e premtuar, atje populli të zbatojë rregullore të caktuara. Dëboni para jush të gjithë banorët e vendit, prishni të gjitha figurat e tyre, coptoni të gjitha truporet e tyre dhe rrënoni të gjitha lartësitë e kultit të tyre. Dëbimi i popullatave vendase shënon kohën kur Izraeli do të trashëgojë tokën e premtuar, por ata do të trashëgojnë tokën e atyre popullatave, jo traditat e mbrapshta religjioze të tyre. Do të prishin figuret e tyre, maskiot, ndoshta ishin idhuj të gdhendur, ndoshta figure ndoshta të gdhendura në gur, nuk është i sigurt domethënia e kësaj fjale. Gjithashtu ata do të shkatrojnë edhe calmej masehkot, që janë figurat e shkrira, calmej masehkot. Sipas kësaj gjase ishin metali, ngjashëm me atë të viçit të ardhmë. Pos kësaj ata do të shkatrojnë edhe të ashtu quajturat lartësira, pamot në hebraisht, do ta shohim shumë herë këtë fjalë tek ligji për trirë, por sidomos te librat e mbretërve, është vend kulti, një fije ngritur prej toke, si një farë elteri artificial ku kryeshin sakrificat dhe ritet e kultit të Kanaanit. Toka pra duhet pastruar krejtësisht për ta marrë në trashëgim prej popullatave, traditave dhe praktikave fetare të atyre vendeve. Rreshti 53 tregon edhe arsyen pse, sepse Zoti këtë tokë ja ka dhënë Izraelit. Kjo ka një vlerë teologjike. Trashëgimi i kësaj toke është thjesht dhuratë e Zotit, është përgjegjësi fetare për Izraelin. Është dhuratë e madhe sepse aty do të shtohen ata që nënkupton se aty do të plotësohen premtimet e dhëna Abrahamit. Tek rreshti 54 gjejmë fjalën hebraike kurioze, fjalën goral, që do të thonë short. Thot Zoti, u ndajeni ndërmjet fisëve tuaja, fisit më të madh jepni një pjesë më të madhe, e fisit më të vogël një pjesë më të vogël, secili ku t'i bjerë shorti, atë edhe le të marrë për trashëgim, prona le të ndahet sipas fisëve të parëve. Fjala goral, short, nuk është rastësi. Thonë fjalët e urta, kapitulli 16, rreshti 33, shorti hidhet në palën e petkut, por çdo të ndodh vjen prej Zotit. Shorti është mënyrë si me zbulu vullnetin e Zotit, sepse kët e ka ai në dorë. Me short, ata do ta përcaktojnë porcionin e tokës që do t'i takojë secilit. Tek libri i Veprave të Apostujve në Bezlidhjen e Re, kapitulli i parë, rreshtat 15-26, gjejmë një rast tjetër ku hidhet short. Pas vdekjes tragjike të Judes, apostujt vendosin të zgjedhin një apostull tjetër në vendin e tij. Ishin dy kandidat, Matia dhe një person tjetër me emrin Luz, qiten short dhe shorti ra Matis, dhe në këtë mënyrë u përzgjedh Matia si apostulli 12. Ideja e shortit ka në vetvete besimin e thellë në provarinë e Zotit. Është një besim që duhet ta kemi të gjithë. Ne të gjithë e dimë se në jetë ndodh ajo çka Zoti vendos.
Ka edhe diçka që ne duhet të vendosim të jemi gjithmonë besnik dhe të kryejmë gjithmonë vullnetin e tij. Libri i Numrave ndahet bukur në 2 pjesë. Secila pjesë fillon me një regjistrim të popullsisë, në kapitullin e parë dhe të 26, dhe përhuron një periudhë përgatitje para hyrjes në tokën e premtuar. Në rastin e parë, këto përgatitje kanë një fund tragjik, kur dërgohen zbulues për të vëzhguar tokën e premtuar në kapitujt 13 dhe 14. Me kthimin e tyre, njerëzit dekurajohen aq shumë nga përshkrimi i banorëve vendas dhe detyra në duke e pamundur që shtrihet para tyre, saqë refuzojnë të hyjnë në tokë. Kjo rezulton në një vendim për ta dënuar të gjitha të brez me vdekje dhe për t'i dhënë një brezi tjetër mundësim për të hyrë. Pas vdekjes së brezit të parë, atëherë bëhet një regjistrim i dytë në kapitullin 26 dhe përsëri bëhen përgatitje për të hyrë në tokë. Në këtë rast, megjithatë, lindja e një brezi të ri sugjeron se këto përgatitje nuk do të jenë të kota. Një brez rebelohet dhe largohet nga Zoti, por kjo nuk e ndryshon rrjedhën e planit të Zotit. Zoti pret të rritet brezi tjetër dhe ato do të kenë fatin të shijojnë premtimin që u bë etërve të tyre. Libri përfundon me izraelitët përtej Jordanit, jashtë tokës së Kanaanit, duke nënvizuar një temë kryesore të Pentatekut në tërësi, njerëzit që presin përmbushjen e premtimit të hyjit për tokën. Edhe në këtë pjesë kemi devijim nga kërkesat e Zotit dhe shkelje të urdhërimeve të tija nga populli i zgjedhur. Izraelitët flirtojnë me idhujt e grave të huaja Moabite dhe Zoti i urdhëron Mojsiut që të vrasë krerët. Mojsiu e zbut urdhrin e Zotit, por Finesi, i biri i Eleazarit, i biri i Aronit prift, tregon zellin dhe vendosmërinë që i mungon Mojsiut dhe e shpëton popullin nga dënimi total. Gjithë kjo eksperiencë gati 40 vjeçare e ka bindur Mojsiun që pa mbështetjen e Zotit dhe pa bashkëpunim me të, populli është i humbur dhe pre e mëkateve të veta. Ndaj para largimit të vet, i lutet Zotit që t'i zgjedh popullit një mbari të mbushur me shpirtin e Zotit. Është Zoti ai që zgjedh se kush do ta drejtojë popullin e vet. Lexojmë në kapitullin e 27, vargjet 15-20. Mojsiu ju përgjigj: Zoti, hyj që jep frymës secilës krijesë, le ta gjej njeriu që të jetë në krye të kësaj bashkësie, të mund t'i pri në të dalë në të hyrë, ta lëshoj e ta kthej, që populli i Zotit të mos jetë si delet pa bari. E Zoti tha: merre Josuein, birin e Nunit, është burr me shpirt, vëre mbi të dorën tënde dhe sidhe para Eleazarit prift dhe para mbar bashkësisë dhe në sy të tyre dorëzoja pushtetin. Dhe bëje pjesëtar të madhërisë sate që t'i vihet në urdhër mbar bashkësia e bijve të Izraelit. Interesante është se Zoti kërkon që t'jetë dëshmitare krejt bashkësia për dorëzimin e pushtetit të prisit të caktuar nga Zoti, Josueut. Ne si besimtar katolik përjetojmë momente të ngjashme sa herë që një i peshk apo familjar hyn në shërbes. Në kapitullin 28, vargjet 16-25, kemi përsëri një porosi për kremtimin e Pashkës, sikurse në dalja 12, 16-20. Por fokusi këtu nuk është rrëfimi i daljes, por administrimi i kultit, sakrificat që duhen bërë, organizimi liturgjik i tempullit dhe priftërisë. Nëpërmjet rendit të flijimeve, ritmit të kohës së shenjtë, organizimit e adhurimit, Izraeli performohet si një popull i organizuar rreth pranisë së Zotit. Kulti bëhet zemra e identitetit të beslidhjes. Në dritën e krishterë, ne gjejmë në këto pjesë figurën e kohëve të shenjta në vitin liturgjik. Në leximin katolik, ky tekst nuk është thjesht rregullore rituale antike, por pedagogji hyjnore, formimi i popullit dhe profeci liturgjike që përmbushet në Krishtin dhe Kishën. Kremtimi i Pashkës në çdo mesh aktualizon shpëtimin ton,
ushqemi me bukë pa maja, të pastër nga jeta e vjetër dhe mëkati dhe plot me jetën e pasosur. Kulti nuk është një rregull burokratik apo një jetesë mekanike e fesë, por vendi i takimit real me hyn dhe burim i jetës së pasosur që ka lindur me pagëzimin ton. Po ashtu edhe sakramenti i rrëfimit së bashku me përsëritjet dhe përgatitjet rituale na bëjnë gati që denjësisht ta pranojmë Krishtin në Eukaristi. Në gjuhën tonë katolike do thoshim se formohemi si popull eukaristik i Zotit, duke organizuar dhe ndjekur kohët e forta dhe të zakonshme me në qendër kultin eukaristik. Nëse do jepnim një cilësim identitetit tonë, do ishte me vend të quheshim të krishterë eukaristik. Në këto kapituj të Biblës gjejmë gjithashtu pasazhe që ne si besimtar dhe lexues modern na vënë në vështirësi para ndërgjegjes dhe hyjt dashuri që na zbulon veçanërisht Krishti. Gjejmë atë hyn që jep udhëzime për luftë dhe ndarje plaçke lufte, për shfarrosje gati totale të popullit tjetër, për ekzekutim edhe të fëmijëve meshkuj dhe grave jo të virgjëra. Personalisht e kam kapërcyer këtë vështirësi fal egzegjetëve dhe shpjegimeve të tyre. Jo çdo varg i Biblës është burim morali dhe rregullash për jetën tonë sot. Veçanërisht pasazhe të tilla që prekin zakone dhe mënyra të përhapura në atë kohë dhe sipas standardeve morale të asaj kohe, duhen lexuar me çelësat e duhur nga ana jonë. Në asnjë rast nuk duhet të na shkojë mendja se ato rregulla mund të aplikohen nga ne në ndonjë rrethan apo luftë fizike. Por ne shumë mirë mundet dhe duhet t'i aplikojmë në luftimet shpirtërore. Ne duhet të shfarrosim çdo zakon, prirje për mëkat apo vesë që ekzistonte në ne në momentin që hyi na bëri pronë të vet. Në pagëzim, qenia jonë nuk mund të ketë dy zotërinj dhe nuk mund të ketë sinkretizëm midis njeriu të vjetër që vdiq në pagëzimin ton dhe njeriu të ri që lindi në çastin e pagëzimit. Ato mbretërit që shpartallojnë izraelitët gjatë përparimit drejt tokës së premtuar, shumë mirë mund t'i parafityrojmë si vese që kundërshtojnë virtytet e jetës së re në hir dhe shpirtin e shenjtë, që duhet t'i shpartallojmë në betejën tonë shpirtërore. Në kapitullin 32, kërkesa që i bëjnë bijtë e Rubenit dhe bijtë e Gadit i jep mundësi Mojsiut t'i kujtojnë atyre dhe të pranishme të tjerë mëkatin e brezit të parë, të cilët për mosbesim nxitën zemërimin e Zotit që i përjashtoi nga hyrja në tokën e premtuar. Por në fund ai e pranon kërkesën e tyre, por njëkohësisht duke i paralajmëruar. Po citoj vargu 23. Por nëse nuk do të bëni si thoni, s'ka far dyshimi se mëkatoni kundër Zotit, dhe mbajeni mend mirë se mëkati juaj ju do t'ju ndryll. Është temë përsëritur kjo në 5 libërshin e mbajtjes së premtimeve apo kushteve që ja ke bërë Zotit dhe për pasojat që vijnë në të kundërtën. Mosbesimi apo shkeljet e urdhërimeve nga një pjesë e popullit mund të dëmtojnë gjithë bashkësinë, ndërsa besnikaria e pakicës mund të bëhet rrugë shpëtimi për të gjithë. Në fakt, është një histori e përsëritur që një tepritse vogël bëhet shkak që plani i Zotit për realizimin e premtimeve bërë Abrahamit të përparojë në histori. Në kapitullin 33, vargjet 50-56, populli i Izraelit ndodhet në prag të hyrjes në tokën e premtuar. Pas udhëtimit të gjatë në shkretir, hyi flet përmes Mojsiut dhe jep urdhra të prerë lidhur me dobimin e banorëve pagan të Kanaanit, shkatërimin e objekteve të kultit idhujtar, ndarjen e tokës, rrezikun shpirtëror nëse populli bashkëton me idhujtarinë. Momentet pranë bekimit të madh kërkojnë vigjilencë të madhe shpirtërore. Hyrja në tokë nuk është vetëm pushtim politik, por hyrje në trashëgiminë e beslidhjes. Jerikoja bëhet simbol i pragut të premtimit, por dhe i sfidës së besimit. Edhe kalimi i Jordanit simbolizon kalimin nga jeta e vjetër në jetën e re, nga endja në trashëgimi në premtim. Shumetër të kishës e kanë parë Jordanin si figurë të pagëzimit, hyrjes në jetën e hirit.
populli nuk është monomat, por bëhet populli vendosur në tokën e hyjt. Dhe kjo që të realizohet, duhet të bëjmë luftë pa kompromis në mëkatin dhe veset, të çrënjosim të keqen dhe çdo gjë që zë vendin e hyjt në jetën tonë. Por nëse do t'i dëboni banorët e vendit, atëherë ata që do të mbeten ndër ju do t'jenë ferr për sytë tuaj dhe thumba për hijet tuaja dhe do t'ju bien ngushtë në vendin e banimit tuaj. Dhe gjithçka ka menduar t'ju bëj atyre, do t'ju bëj juve. Kemi këtu një ligj shpirtëror, kompromisi me të keqen sjell vuajtje të vazhdueshme. Kur tolerohet e keqja në jetën tonë, ajo më pas bëhet burim vuajtje dhe rënje. Me kalimin e kohës, veset e toleruara bëhen robëri shpirtërore. Mëkati nuk duhet toleruar, qofti vogël apo qofti madh. Hyj nuk toleron padrejtësinë as te populli i vet, dhe ai meriton të njëjtin fat si idhujtarët nëse idhujt bëhen pjesë e jetës së tij. Hiri nuk mjafton pa kthim zemre. Besimi duhet shoqërohet me bindje dhe jetë të shenjtë, dhe idhujt nuk janë vetëm statujat, por mund të jenë paraja, pushteti, egoja, kënaqësia dhe çdo gjë tjetër që zë vendin e hyjt në jetën tonë. Edhe kjo pjesë nuk duhet lexohet sot si thirrje për dhunë fetare, por në kuptimin historik, si mbrojtje e Izraelit nga idhujtaria shkatëruese, ndërsa në kuptimin shpirtëror, si thirrje për besnikëri të plot ndaj hyjit. Në takimin e ardhshëm fillojmë leximin e librit të ligjit të Pertrirë, një prej librave më të rëndësishme të beslidhjes së vjetër, patjetër ndër më të rëndësishmit të Tora. Do të lexojmë 9 kapitujt e parë, pra 1 deri 9. Ju lutemi ta lexoni të shtëpia me qëllim që ta kuptoni më mirë. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë të gjithëve.